Atëherë unë sa përfundova takimin me presidentin Osmani Sadriu dhe edhe në këtë takim rikonfirmova qëndrimin dhe gatishmërinë e Partisë Demokratike të Kosovës për të luajtur rolin tonë në gjetjen e një zgjidhje të krizës politike, sidomos tashmë që kemi edhe qartësi nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili ka bërë qartë rolet e secilit në radhë parë të koalicionit që ka dalë i parë në zgjedhje, të cilin e ka detyruar përveç tjerash edhe për gjetjen e konsenzusit apo kompromisit. Unë shpresoj që edhe këto konsultat të jenë në funksion të gjetjes së rrugdalës, por mbetet që takimet e tjera të cilat i ka planifikuar presidentja të na qartësojnë a ka apo s'ka një ndryshim të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje të zotit Kurtit, që po vazhdojnë ta marrin bllokuar konstituimin e kuvendit. Për Partinë Demokratike të Kosovës është e qartë, tu qëndrimi është shpreha edhe presidentës që aktgjykimi e ka bërë të palejueshëm ndryshimin e mënyrës së votimit në mes të procesit, sepse ka për të palejueshëm ndryshimin e rendit të ditës, dhe rendi i ditës është ai që taksativisht është i shkruar edhe në rregulloren e kuvendit, por po ashtu edhe është konfirmuar në mbledhjen e 8 prillit kur është përgatitur seanca, dhe ftesa jonë vazhdon të jetë e njëjta, që të kthehemi tek pika e rendit ditës siç ka qenë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit, të votohet sipas praktikave deri tashme, siç ka thënë gjykata kushtetuese, pra në mënyrë të hapur dhe të sjellet një propozim i një kandidate për kandidateje që mund ta merr shumicën e nevojshme për ta konstituuar kuvendin e për të hyrë pastaj në afatet kushtetuese që mund të sjellën një qeveri të re. A pati një interpretim zoti Krasniqi se një qëndrim nga zonja Osmani, presidenti Ardani, sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, pasi që kjo është problemi kryesor të cilin po është zoti Kurti ja akuzon juve që nuk po dini me lexuar, ndërsa kundërta po është atë juve.